metalik dhe deri në këto momente situata paraqitet e tensionuar. Kolegët tanë ndodhen në terren për të na sjellë të dhënat më të fundit dhe duket se edhe në këto çaste ka një tensionim mes protestuesve dhe rrethimit që policia ka bërë shoh makinën e ujit e cila është afruar shumë herët se ç'ishte e parashikuar, por detaje të tjera do të na sjellë kolegu ynë Fation Gjinaj nga terreni. Fation, përshëndetje, mirëmëngjes, fjala për ty. Të përshëndes, Tirana dhe qendra e saj është kthyer në një shtet rrethim ku protestuesit kishin njoftuar që do të zhvendosin protestën e tyre me 23 korrik prej ditësh në fakt përpara parlamentit dhe kjo e fundit para godina e parlamentit është e rrethuar me gardhe metalike dhe me policë në numër të shumtë, ndërkohë që kanë filluar edhe konfrontime në disa momente, shtyrie të gardhit apo gjuajtje me vezë dhe një pjesë e protestuesve janë në pjesën e jashtme të parlamentit ku bashkohet rruga George Bush me rrugën e Elbasanit në zonën e qendrës tregtare Toptani. Janë të shumtë në numër protestuesit me thirrje anti-qeverie, ndërkohë që sot mblidhet seanca plenare e parlamentit të Shqipërisë, i cili po thirret nga protestuesit si parlamenti i krimit. Është një perimetër i jashtëzakonshëm, kur më parë ndoshta godina e parlamentit të Shqipërisë nuk është rrethuar në një perimetër kaq të gjerë nga policia dhe me trupa kaq të angazhuara të forcave të rendit, forcave shqiponja, ndërhyrjes shpejt dhe repartet të tjera të policisë së shtetit. Poshtë qeveria janë duke thirrur protestuesit të cilët kërkojnë ballafaqim me të zgjedhurit prej tyre, ku në disa protesta të tjera ata kanë dalë përpara parlamentit dhe kanë gjuajtur dhe qelluar me vezë, me miell apo me shishe plastike makinat e deputetëve të parlamentit, por edhe vetë disa prej deputetëve. Protestuesit janë duke thirrur nuk na përfaqësoni, një protestë e cila ka nisur që prej 31 majit në kryeqytet dhe po vijon prej më shumë se 50 ca ditësh në për rrugët e Tiranës. Është vendosur sot përpara godinës së parlamentit, aty ku është një numër i konsiderueshëm protestuesish që janë përgjigjur edhe thirrjes organizatorëve të protestës që në 23 korrik të jenë të gjithë bashkë përpara parlamentit. Një pjesë e protestuesve ndodhen nga pjesa e rrugës së Elbasanit, ku është vendosur një tjetër gardh metalik, një pjesë tjetër janë në hyrje të pedonales. Ndërkohë që ne për të dashur këtu na është dashur rreth 50 apo 60 minuta për të kaluar nëpërmes lagjeve apo zonave të Tiranës, ku ishte tepër e vështirë të aksesonim në zona që donim të mbulonim për shkak të prezencës së lartë policore dhe rrethimit të perimetrit të gjerë të parlamentit nga policia e shtetit dhe garda e Republikës që kanë marrë në ruajtje parlamentin. Janë duke kënduar protestuesit tashmë këngën e Vaqe Zelës të kompozitorit Gjok Beci, po ku ka është ty, o Shqipëria ime. Ndërkohë që duar tërkasin për rasin dhe lëshojnë thirrje anti-qeveritare. Fation, ishte parashikuar që të niste në këtë formë protesta me këtë lloj intensiteti dhe cila është përputhja me agjendën e punimeve të kuvendit? Protestuesit janë të vendosur të qëndrojnë me sa duket përpara gardheve metalike, ndonse distanca dhe perimetri i vendosur me kuvendin është shumë i largët. Ata me shumë gjaz do tentojnë të i kalojnë gardhin policor, sikurse ka ndodhur në protestat të mëparshme. Frika cak deputet janë thirrjet e qytetarëve në këto momente. Ndërkohë që paralelisht me zhvillimet në parlament, pritet që protestuesit të mos largohen nga rrugët e kryeqytetit që janë rrugë hyrëse në zonën ku ndodhet edhe godina e parlamentit. Mbetet të shohim se si do të vijojë protesta ditën e sotme. Kujtojmë se ka patur në të shkuarën edhe incidente për plasje dhunë policore ndaj tyre. Shikojmë tani që ka një lëvizje të protestuesve, kanë konstatuar ndonjë makinë, automjet apo ndoshta deputet, kemi shumë të vështirë të shohim
dhe janë duke qelluar me vezë dhe me miell. Shikojmë se si i hedhin edhe vezët. Automjet do të jetë këmbësor në atë krah apo janë futur dhe automjet aty? Është shumë e vështirë ta shohim konkretisht nga këtu, por janë duke qelluar me vezë në drejtim të forcave të policisë. Ndoshta kanë parë ndonjë provokim. Janë edhe deputet duke u futur aktualisht në parlament. Janë edhe deputet duke u futur në parlament. Shikojmë, ndoshta nuk i dallojmë dot se cilët janë, por shikojmë nga larg që shoqërohen nga forcat e gardës dhe futën në parlament. Pikërisht veprimet policore ose kur konstatojnë prezencë të deputetëve krijohet edhe irritim tek protestuesit, të cilët tentojnë të qajnë gardhin policor dhe qëllojnë me vezë në drejtim të eskortave të ministrave dhe deputetëve. E kuptoj Fatian. E gjithë zona e parlamentit është rrethuar me punonjës policie. Po, një sekond, më sqaro diçka për gjeografinë e rrethimit të kuvendit dhe shpërndarjen e protestuesve. I shoh një pjesë të mbledhur tek hyrja e kuvendit, por shoh dhe gardhin tjetër që tek ura e rrugës Elbasanit. Po nga mbrapa, nga anët e tjera si është rrethuar. Në çdo rrugë hyrëse në rrugën ku ndodhet parlamenti është e bllokuar. Duke nisur nga rruga Elbasanit te xhamia, tek rrugët hyrëse që lidhin parlamentin me zonën e Pazarit të Ri, me zonën ku ndodhemi tani tek qendra Toptani, pedonalja në hyrje të saj tek Ministria e Brendshme, një tjetër kordon tek plaza që lidh kuvendin, është një aks i shkurtër rrugor ku zakonisht përdoret nga deputetët, që është bllokuar gjithashtu. Është bllokuar kalaja, hyrja dhe dalja. Pra çdo perimetër nga ura e madhe e Lanës, mund të themi, bulevardi të Shmorët e Kombit që lidh pjesën e Ministrisë së Brendshme, pra brenda këtij perimetri sigurie, deri tek Bashkia e Tiranës, më pas për të vijuar deri tek në afërsitë të ushtarit pa njohur, pra ku ndodhemi aktualisht tani në zonën e Toptanit, dhe deri më pas Pazari i Ri, gjykata e apelit të Tiranës, për të lidhur aty ku e nisëm tek rruga Elbasanit. I gjithë ky perimetër është i bllokuar nga gardha metalike dhe punonjës të policisë. Vetëm këtu ku ndodhemi janë paktën 3 kordon policie, 2 të gatshëm dhe 1 mbështetës në kundërshtim të lejimit të protestuesve për të kaluar më në afërsi të godinës së parlamentit. Po pash që rrethimi i parë u përforcua edhe nga forcat shqiponja sapo? Patjetër, janë forcat shqiponja, janë forcat e policisë së rendit, më pas janë kordoni i tretë që janë në gatishmëri, që ndoshta nuk shihen në këtë pamje, por natyrisht i konstatojmë ne që i njohim, janë kordoni i tretë të gatshëm me grupe mbështetëse që janë në afërsi, që nëse ka situata afrohen. Pra janë 3 kordon policie, policia e rendit, shqiponjat dhe e fundit janë specialet e policisë shtetit. Ja kuptoj. Patjetër ka edhe prezencë të theksuar të Gardës së Republikës, e cila është vendosur në të gjithë perimetrin e brendshëm të kordonit policor, i cili kontrollon çdo person. Ndërkohë, grumbullimi qytetarësh ka vetëm ata që ndodhen brenda rrethimit tek hyrja e parlamentit, apo ka qytetarë edhe në cepa të tjerë të këtij rrethimi? Armand Barfi u përcjell këtë pamje drejt për drejta nga vendi ku po raportojmë, që është në pjesën anësore të hyrjeve në parlament. Janë një numër i konsiderueshëm, por ka edhe pika të tjera ku kanë filluar dhe janë grumbulluar qytetarë, sikurse theksova në zona, e kanë të vështirë të aksesojnë, dhe një pjesë e mirë, sikurse na u desh edhe ne grupeve të mediave, kemi ecur në për shtigje të kryeqytetit, sepse edhe rrugët nuk është e nevojshme t'i komentojmë se si janë. Ndërkohë që ndodhen protestues edhe në zonën e rrugës Elbasanit, ndodhen tek ura e tabakëve,
që është një hyrje për tek parlamenti, ndodhen tek pedonalja, në fillim të pedonales nga zona e Ministrisë të Brendshme, gjithashtu edhe në zonat përreth, të cilët janë duke kërkuar një zonë aksesimi dhe bashkimi me njëri tjetrin, por me sa duket kjo është edhe si një masë që protestuesit dhe organizatorët e kanë marrë që të instalohen dhe të qëndrojnë në zonat të ndryshme me qëllim që të përballen me ligjvënësit dhe ministrat. Pra edhe ndarja e protestuesve nuk duket të jetë rastësore, sepse kemi parë në protestat e tjera që janë shpërndar grupime për të bllokuar çdo hyrje apo dalje të parlamentit. Nuk e di nëse ke pasur komunikim me grupin organizator Fation sa i takon strategjisë apo planit vendosjes së qytetarëve për ditën e sotme, se është pak e vështirë që një grup kaq heterogjen të ketë një komunikim centralizuar. Kanë komunikime në grupet përbashkëta, kryesisht në aplikacione komunikimi, por në rrjetet sociale thirrja është bërë për të paraqitur në orën 8:30 në sheshin Skënderbeu pas të nisë marshimi drejt parlamentit, sikur se ka ndodhur ditën e sotme, më pas qëndrimi i tyre përpara parlamentit deri në përfundim të zhvillimeve parlamentare, por me sa duket do të përsëritet skenari i disa javë më parë, ku pati edhe incidente mes protestuesve dhe policisë, ku kjo fundit nuk kurseu as veprimet e dhunshme të arrestimeve dhe shoqërimeve të një masiv. Por me ditën e sotme ka një dallim nga protestat e tjera, duke qenë se perimetri është më i largët, kështu që të shmanget përplasja e qytetarëve me të zgjedhurit e tyre, me deputetët dhe ministrat. Po, ndërkohë, gazetarët nuk kanë qef të jenë ata lajmi, dëshirojnë të përcjellin informacion për publikun, por në një nga ekranet që po ndjekim live, miq të dashur, situatën e protestës tek Kuvendi, duket se forcat policisë kanë penguar kolegun e redaksisë informacionit të Syri Televizion, Klajdi Bolli, për të kryer detyrën e tij, edhe pse është e pamendueshme. Këto janë pamjet e Klajdi Bollit që nuk lejohet të afrohet vendit të zhvillimit të protestës tek Kuvendi i Republikës. Nuk e di nëse do të kemi një komunikim me Klajdin pas pak për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, pse e kanë penguar forcat e policisë së shtetit, por shohim që po pengojnë edhe mediat e tjera për të raportuar, tani më rrethimin e udhëheqin shqiponjat me këtë pjesë. Do të përpiqemi të kuptojmë edhe ku ndodhet ky rrethim, edhe pse kam pak vështirë pa mungesën e raportimit nga kolegët tanë të dislokuar në terren. Fation, ndërkohë situata paraqitet e qetë aty ku ndodhesh ti, apo ka një atmosferë që mund të tensionohet nga çast në çast? Për momentin situata këtu ku ndodhemi paraqitet e qetë, ka raste sporadike të hedhjes së vezëve kur shikojnë ndonjë eskort ministrore apo të deputetëve duke hyrë në parlament, përgjithsisht është situatë shumë e qetë. Mund të themi që thirrjet nuk ndalojnë, sloganet, pankartat. Ndërkohë pamjet që po shohën në ekran janë nga rruga Elbasanit, nëse nuk gaboj. Kryqëzimi i urës rrugës Elbasanit me lanën, po? Nuk di t'ju them pasi kemi disa grupe. Po shoh që po zgjeron perimetrin policia, po shtyn edhe më tej qytetarët. Ndjekim këto pamje në transmetim të drejt për drejt, duket se rrethimi është më i gjerë se kurrë ndonjëherë, i perimetrit sigurisë dhe është pak e paqartë, momente tensioni mes disa vajzave dhe efektiveve të policisë. Megjithatë, le të spostojmë te Klajdi Bolli në këto çaste. Klajdi, ku të penguan të raportosh? Po, Flavio. Si fillim? Atëherë, Flavio, fillimisht kaluam kordonin e sigurisë tek ura e rrugës së Elbasanit, ku ishte një garë metalik forca policie, por dhe një punonjë